Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Maska me kos që zhduk rrudhat brënda natës, ja receta. Pa i hequr meritën produkteve të kozmetikës që marrim në parfumeri, mund të ndihmojnë lëkurën ton edhe me produkte të bëra vetë me përbërës të thjesht dhe me kosto minimale. T'i rikthejmë lëkurës son shkëlqimi dhe t'i dhurojmë një energji të re pas ditëve me smog dhe stres, tashmë është e mundur. Ja disa këshilla bukurie të marra nga gjyshet tona. Kosi është një aleat perfekt për të kujdesur për lëkurën, fal cilësive qetësuese dhe hidratuese, përveç se ka edhe aftësi antibakteriale dhe pastruese. Duke kujtuar që kosi ka aftësi shumë të mira për të aktivizuar elementet përbërës të produkteve me të cilat përzihet, ai u mundëson atyre të penetrojnë në mënyrë shumë efikase në lëkurë. Mirë për kujdes, vetëm kos të bërë në mënyrë natyrale dhe jo kosin që mund të përmbaj kimikate për të përpunuar, apo kosi i cili shitet i miksuar me fruta. Kos dhe kivi. Kosi është një frut i çmuar sepse përmban substanca ushqyese që japin lëkurës son shkëlqim, i pasur me vitamina C dhe E. Ky frut përmirëson lëkurën fal përmbajtjes së antioksidantëve, në veçanti vitamina C, që e bën në zbardhjen e njollave të lëkurës. Gjithashtu, kivi ka cilësi antiinflamatore dhe natyrale të cilat ndihmojnë edhe në luftën kundër akneve dhe njollave dhe farat e tij mund të përdoren edhe për një skrab më të lehtë. Përgatitja: marrim tulin e një kivi, e shtypim mirë me një pirun, më pas i shtojmë kosin dhe e përziejmë derisa të bëhet e një trajtshme. Pasi e kemi larë fytyrën, aplikojmë maskën e realizuar dhe e lëmë në fytyrë për plot gjysmore dhe më pas e shpëlajmë. Këshillohet që kjo maskë të përdoret të paktën një herë në javë. Kosë dhe mjalt. Klasike, maska me kos dhe mjalt është kundër rrudhave dhe qetësuese dhe arrihet duke përzier një lugë gjelle kosë dhe një lugë gjelle kafe mjalt, e thjesht në përgatitje dhe me një efekt të menjëhershëm për t'i rikthyer shkëlqimin lëkurës së lodhur dhe të stresuar. Kos dhe arra kokosi. Një maskë me gjysmë tasi kos, një lugë gjelle me miell kokosi dhe një lugë me miell qiqrash do të jetë perfekte për lëkurat mikse, sepse efekti skrabit evidentohet më shumë dhe vitaminat të cilat ndodhen tek qiqrat dhe kokosi penetrojnë në thellësi të lëkurës. Lëreni maskën që të veprojë për plot 10 minuta dhe më pas shpëlajeni atë me ujë të bollshëm dhe të ftohtë për një efekt tonifikues. Kos dhe kastravec. E këshillueshme në një mënyrë të veçantë për lëkura të thata dhe njëkohësisht të skuqura, kjo maskë gjithsesi është e mirë për të gjitha llojet e lëkurave. Kastraveci po ashtu është i njohur për aftësitë e tij hidratuese dhe qetësuese, dhe në bashkëpunim me kosin ka edhe fuqi të mira ushqyese. Edhe në këtë rast nuk nevojitet shumë për të përgatitur maskën, ajo është e thjeshtë dhe arrihet duke përzier kastravecin me kosin e bardhë. Koha e mbajtjes mund të variojë në varësi të kushteve të lëkurës nga 10 minuta deri në gjysmë ore për një efekt sa më të mirë ajrimi. Kos dhe limon. Për cilindo që ka lëkurë mikse apo të yndyrshme, përdorimi i limonit është shumë i këshillueshëm. Shtrydhni gjysmë ose një limon dhe miksojeni me kosin. Aplikoni maskën me lëvizje rrethore për të stimuluar mikroqarkullimin. Sa më e yndyrshme të jetë lëkura, aq më gjatë duhet ta lini maskën që të veprojë. Rezultati do të jetë i garantuar, prandaj provojeni që ta besoni.
Kosti nuk është vetëm një produkt i shijshëm dhe plot të vlera për të konsumuar kurdoherë, janë pikërisht këto vlera të cilat e përmirësojnë shëndetin e lëkurës nëse ju e përdorni atë si një maskë. Pa nevojë për të shtuar asnjë përbërës tjetër, kosti kthehet në maskën më ekonomike por me përfitime tepër të mrekullueshme. Minerale dhe vitamina të cilat të gjenden tek kosi. Ka një arsye pse kosi i jep lëkurës së fytyrës një rigjallërim dhe një shkëlqim të menjëhershëm. Sipas të dhënave, janë pikërisht këto 4 përbërës të cilët ndikojnë në shëndetin e lëkurës. Zinku, i njohur për vlerat e tij anti-inflamatore, nxit rigjenerimin e qelizave të lëkurës, si edhe balancon gjëndrat yndyrore që shkaktojnë krijimin e akneve. Të gjithë ne e dimë që kosi përmban kalcium dhe ky mineral bën të mundur mbrojtjen e qelizave për hidratim dhe parandalimin e përtharjes së lëkurës. Vitamina B nga ana tjetër është një nga përbërësit më kryesor që bën të mundur mbrojtjen e qelizave nga radikalet e lira. Ndërkohë, përmban edhe acidi laktik, i cili është një nga përbërësit që gjendet në shumicën e produkteve të lëkurës. Ai funksionon si një agent kundër rrudhave dhe gjithashtu plakjes së lëkurës. Por veprimi kryesor i këtij acidi është parandalimi i prodhimit të enzimës tirosinaz, e cila nxit prodhimin e melaninës. Kështu, lëkura juaj do të bëhet më e bardhë dhe njëkohësisht më e pastër. Si të përdorni kosin për lëkurën? Mjafton që ju të merrni një filxhan kafeje dhe në të hidhni 2 deri në 3 lugë çaj kos dhe më pas t'i përzieni ato derisa të formohet një masë e plotë. Sigurisht më pas të vendoseni në fytyrë duke treguar kujdes që të mbuloni të gjitha zonat problematike si edhe qafën. Ne ju këshillojmë që ndërkohë që lyeni fytyrën dhe ta masazhoni me lëvizje rrethore për të nxitur dhe qarkullimin e gjakut. Kosi do të fillojë dhe do të ngurtësohet pas 5 minutave, duke krijuar kështu një maskë të mirëfillt. Lëreni atë për rreth 15 minuta dhe më pas mjafton që të njomni pak duart me ujë dhe përsëri ta fërkoni fytyrën derisa shtresa e kosit të thërmohet. Kështu ju do të largoni të gjitha qelizat e vdekura dhe papastërtitë të cilat janë të akumuluara në poret e lëkurës gjatë ditës. Kosi përmban baktere të cilat të luftojnë që të gjitha papastërtitë e akumuluara në lëkurë nga kontakti i saj me faktorët e jashtëm. Por gjithashtu ju do të parandaloni krijimin e akneve si rezultat i infektimit të poreve nga papastërtitë. Më pas, shpëlajini lëkurën me ujë të bollshëm dhe fshiheni lehtë me peshqir. Nëse keni fytyrë të ndjeshme, ne ju sugjerojmë që thjesht ta shpëlani fytyrën me ujë të bollshëm. Sa shpesh duhet ta përdorni kosin për lëkurën e fytyrës? Për personat me lëkurë të yndyrshme është e këshillueshme që të përdoret çdo ditë për të patur rezultat, ndërsa për ata të cilët kanë lëkurë të thatë mund ta përdorin 2 apo 3 herë në javë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.